Po, është një kthes e madhe, por kuptohet që ende nuk jemi në një luftë të nxehtë dhe jemi ende larg asaj. Shpresojmë që asnjëherë mos të vi, për shkak se pasojat do t'i ndjejmë të gjithë. Një luftë mes NATO-s dhe Rusisë do të thotë luftë e tretë botërore, dhe për fat të keq mund të jetë edhe luftë nukleare, që do të vi në pikpyetje civilizimin botëror. Tani, çka ndodhi diçka e jashtëzakonshme në Amerikë, për mendimin tim asgjë e jashtëzakonshme nuk ndodhi, por shiqëm një dëshpërim të presidentit Trump, i cili nuk ka suksese në politikat e tij. Tani ai pasi erdhi në pushtet kishte shumë premtime, sidomos për bazën e tij konservatore, të cilët e votuan për së dyti, dhe një ndër premtimet që ai e dha ishte që do të ndërpres luftën në Ukrainë. Jo se amerikanët apo votuesit e tij mërziten për miliona më të vrarë në Ukrainë, por ata nuk duan që ta financojnë këtë luftë. Dhe këtë u premtoi Trumpi, por në fakt Trumpi është në veprimet e tij hipokrit. Pse e them këtë? Për shkak se përderisa ishte president elekt, e ndihmoi që në Senatin Amerikan, senatorët dhe kongresmenët amerikanë të votojnë buxhetin për Ukrainën, për ndihmë ushtarake, dhe Trumpi kontributin e tij. Mirëpo ja që tani kaluan 100 ditët e para, ai duhet të jap rezultate se çka ka bërë për këta 100 ditë, po 100 ditët kaluan, tani kaloi edhe 6 mujori, dhe ai asnjë rezultat nuk ka në këtë drejtim, dhe tani duhet të ndajnë nga buxheti financa të tjera për luftën në Ukrainë, dhe kuptohet që ka një nervozizëm për shkak se baza apo votuesit e tij kërkojnë rezultate konkrete. Kjo nuk është vetëm një problem çka e ka po ashtu probleme të brendshme brenda përkrahësve të tij, sidomos është e njohur dosja Epstein, të cili unë sot pata mundësi që ta ndjek një preskonferencë të Trumpit, i cili foli 5 minuta edhe për çështjen e Ukrainës dhe Rusisë, dhe i shiqoja komente se çka flas baza e tij, për shkak se intervistën e kishte në Fox TV, pra ata që e ndjekin presidentin Trump, dhe në komente secili pyete çka u bë me dosjen Epstein, pse nuk i publikoni ato dosje, pra bazës së tij nuk intereson as pak lufta në Ukrainë, apo në Izrael, apo në Iran. Ata i kanë politikat e vete të brendshme, dhe për ta defokusuar bazën e tij, ai tani e skalon luftën me Rusinë, po nuk besoj që është serioz Trump. Këtë e them për shkak se jemi të gjithë të vetëdijshëm, sidomos ne që ndjekim politikën ndërkombëtare, që Amerika nuk është e gatshme për një luftë kundër Rusisë, dhe pikërisht këta 3 vite e gjysmë dolën në shesh dobësitë e amerikanëve, për shkak se ato në çdo 3 muaj i kërcënoheshin Rusinë, jo do t'u shkatrojmë ekonominë, jo do të dërgojmë tanke Abrams, jo do të dërgojmë aeroplana F-16, jo do t'i dërgojmë këta raketa Patriot, çka do të dërguan ata në Ukrainë, u dëshmua që nuk ka efikasitet të mjaftueshëm që ndërpresin avancimin e ushtrisë ruse, dhe kjo mund të ndodhë që në të ardhmen të kemi një luftë mes tyre, por besoj që më shumë është një politike brendshme e amerikanëve për ta defokusuar politikën e brendshme me një krizë për çështje të luftës Ukrainë-Rusi, kështu të paktën e shiqoj unë, po nëse kemi kohë, ndoshta do ta shtjelloj edhe më shumë. Po, unë do doja që ti ta shtjelloje, e kam të gjithë kohën e nevojshme për ta shtjelluar, po do doja që të bëja edhe një pyetje si nxitje, po them, në vijimësi të kësaj për të cilën po flasim. Përpara rreth 2 ose 3 muajsh, se nuk më kujtohet mirë tani, patëm një skenë as pak të këndshme në zyrën ovale në Shtëpinë e Bardhë, një debat, për të mos thënë një fjalë më të rëndë, midis presidentit të Ukrainës dhe presidentit të zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara. Ndërkaq, pra ajo skenë na krijoi përshtypjen se Washingtoni po fliste në emër të Moskës. Ndërkaq, pak ditë më parë kemi
Jo vetëm që presidenti Trump i dërgon Ukrainës $300 milion ndihma dhe municion ushtarak, por kërcënon drejt për së drejti presidentin Putin, edhe me tarifa, edhe me në një farë mënyrë përmes pyetjes që i bëri Zelenskit, edhe me bombardim. Tani, çështja është si kalon Trumpi nga njëri te tjetri në harkun e 3 muajve, të paktën në qendrimet publike. Po, tani kuptohet që Trumpi ndikohet shumë nga këshilltarët e tij. Tani kur e përmendën atë takimin me Zelenski në shtëpinë e Bardhë dhe kur u fjalosën ata pak a shumë, ne duhet ta kemi parasysh se aty ishte prezent edhe Zëvendës presidenti, Vance, dhe ministri i punëve të jashtme, Rubio. Tani edhe Vance edhe Rubio pretendojnë të bëhen president të SBA-s. Kuptohet që kjo është mandati i fundit i Trump dhe ata përpiqen që të bëjnë të mbledhin përkrahje nga baza republikane, se ata janë kundër luftës në Ukrainë, dhe ata e nxitën në fakt, Zëvendës presidenti Vance e nxiti Zelenskin dhe presidentin Trump që ata të fjalosen, për shkak se ai e din që fiton pikë. Mirë po kjo është edhe çështje e karakterit. Tani për Trumpin të gjithë e dinë se ka një karakter narcist, dhe ai nuk mund të pranojë që të humb luftën në Ukrainë, të paktën përderisa ai është president. Ai edhe pse thonte kjo është lufta e Biden, nuk është lufta ime, mirë po ja që u bën 6 muaj që edhe ai participon në këtë luftë dhe të paktën edhe 3 muajt e ardhme po ashtu do të kemi luftë përderisa i dërgon ende armatime. Dhe tani mendon si të shpëtoj nga kjo situatë. Një ndër idetë e tij ishte që të bëjë një marrëveshje për dzehet e ralla, nëse ju kujtohet. Po. Dhe këtë e arriti dhe Ministria e Tregtisë e Ukrainës erdhi në shtëpinë e Bardhë dhe nënshkruajti atë marrëveshjen për dzehet e ralla. Tani për shkak se edhe tema është aktualitet, sot ajo Ministre e Tregtisë do të shpallet kryeministre e Ukrainës. Pra ndrohet kryeministri i Ukrainës dhe ajo do të bëhet kryeministre, pra është një shpërblim nga ana e Trumpit për marrëveshjen që ajo e nënshkroi. Pra Trumpi u përpoq ta manipulon publikun amerikan duke ju thënë ja ne do të tërhiqemi nga kjo luftë, mirë po do t'i marrim dzehet e ralla, po si duket nuk u bindën baza republikane, votuesit, ata nuk duan asnjë lidhje të kenë me Ukrainën, dhe kuptohet që nuk ka asnjë dzehet të rallë. Të gjithë ato dzehet e rëndësishme janë në pjesën që do t'i okupoj Rusia, pra de facto është një manipulim i radhës. Tani çka përpiqet të bëjë Trump me këshilltarët e tyre, ata përpiqen që fajin t'ia fugin Evropës apo Unionit Evropian. Ata thuajnë që ne vetëm do të kemi profit nga kjo luftë për shkak se do të prodhojmë armatime dhe do të shesim përderisa evropianët, sidomos Gjermania, do të paguaj për gjithë armatimin. Me këtë pajtohet edhe Unioni Evropian. Kisha edhe një video më herët i shpjegova arsyet për shkak se Gjermania e shfrytëzon këtë luftën në Ukrainë që të bëhet përsëri forcë ushtarake, për shkak se pas luftës së dytë botërore ata janë të kufizuar. Qartë. Dhe edhe Franca edhe Anglia kanë bomba atomike, përderisa Gjermania nuk ka bombë atomike. Dhe kemi shenja se Gjermania kërkon tani të formojë edhe bombën atomike. Këtë po ashtu e kemi nga Agjencia Ndërkombëtare për kontroll nuklear me qendrën në Vjenë, të cilët dha një raport se Gjermania ndoshta pretendon të prodhojë bombën atomike, po jo vetëm atë, të ketë një ushtri të fuqishme. Dhe mbas të dhënave të fundit do të hyjë ligji për detyrim ushtarak për të gjithë shtetasit gjerman të ri, do të duhet të shkojnë në ushtëri. Pra Gjermania shfrytëzon këtë luftë që të bëhet përsëri forcë e vërtet ushtarake, përderisa e dim që është forca më e fuqishme ekonomike. Do vim tek Gjermania. Do vim tek Gjermania, e kam në pjesë. Po vetëm ta përfundoj mendimin, tani çka është plani i Trumpit? Plani i Trumpit është që kur do të kemi kolaps të frontit në Ukrainë, të ushtrisë ukrainase, të cilët do të tërhiqen për shkak se nuk mund më presionin nga raketat ruse ta durojnë, për shkak se edhe kanë shumë humbje të ushtarëve. Ai do t'u ahuz fajin, Trumpi do t'u ahuz fajin evropianëve, apo konkretisht gjermanëve, do thotë kjo nuk ishte lufta ime, ishte lufta e Biden. Ne vetëm profituam nga kjo luftë, përderisa Gjermania ishte ajo dhe Evropa ata të cilët e humbën këtë luftë.
dhe kështu që ai mendon se do të mund të dalë nga kjo luftë pa u turpëruar. E sa i takon tarifave ndjesin 100% që ai sërish ka kërcënuar Putinin për mallrat ruse, a bëjnë sens këto apo janë në kuadër të gjithë asaj për të cilën ti po flet tani? Jo, këto janë nonsens. Pra nuk ka asnjë kuptim për shkak se nuk kanë marrëdhënie tregtare SBA me Rusinë. Pikërisht. Ne e dim që janë sanksione të vetmen për shkak të agjendave të ngrohjes globale, SBA filloi mos e pasuroje uraniumin, dhe ashtu që teknologjia e tyre, për shkak se nuk bëjnë investime, tani kanë haruar edhe si bëhet pasurimi nuklear, për shkak se teknologjia ka ndryshuar, dhe ata të gjithë pasurimin, uraniumin e pasuruar e marrin nga Rusia. Dhe nëse i bëjnë tarifa Rusisë, ata vetë duhet të paguajnë rrymën më shtrenjtë dhe do të dëmtojnë ekonominë e tyre. Kuptohet që gaz nuk i shet Rusia Amerikës, naft nuk i shet, dhe vetura nuk i shet, pra nuk është një nonsens, pra është një manipulim i radhës. Mirë po çka pretendojnë disa senatorë, nëse e keni ndjekë është një senator i South Carolina Graham, i cili ka propozuar një ligj që ata që blejnë naft dhe gaz prej Rusie, në këtë rast mund të jetë India apo Kina, ata do të vënë tarifa 500%. Pra ata përpiqen që ta ndalojnë Indian dhe Kinën të blejnë naft prej Rusie, mirë po edhe kjo nuk është se mund të zbatohet, për shkak se si është e mundur mallrave kineze dhe indiane që u bën tarifa 500%, pra nuk ka asnjë logjik. Në atë rast Kina nuk do të eksportojë mallra në SBA, dhe nëse Kina nuk eksporton mallra në SBA, përderisa SBA nuk ka fabrika që të prodhojë sendet esenciale, atëherë do duhet ndoshta edhe atë 500% ta paguajnë më shtrenjtë, për shkak se nuk kanë alternativë tjetër. Pra në çdo aspekt që ta marrim në aspektin ekonomik janë nonsens dhe janë vetëm manipulime për bazën e tyre të votuesve. Qartë. Ti kishe për të thënë diçka në lidhje me luftën apo e shpjegove? Tani lufta si fronti, nëse e marrim në përgjithësi, jemi në 3 vite e gjys. Tani unë kam bërë video prej ditën e parë kur kam filluar këta luftime, e kum pas këtë qëndrim që e kam edhe sot, për shkak se nuk jam ndikuar nga propaganda e mediave se fjala Ukraina do ta fitojë këtë luftë dhe Rusia do të humbet ekonomia, sanksionet ekonomike do të dëmtojnë Rusinë, edhe për shkak se edhe njoh mirë Unionin Evropian. Tani ne e dim që sanksionet më të mëdha Unionit Rusisë i bëri Unioni Evropian. Tani e shpallën të 18 sanksion kryeministra apo kryetarja e Komisionit të Unionit Evropian kundër Rusisë. Mirë po ato sanksione nuk i respekton vetë Bashkimi Evropian. Për shkak se ata vazhdojnë ende sot e kësaj dite të blejnë gaz dhe naft prej Rusie. Mirë po nuk e blejnë drejt për drejt, për shembull naftën, Rusia ja shet Indisë, ata e blejnë prej Indije. Nëse i shikon shtetet përreth, për shembull do ta marrin shtetin e Kirgistanit. Gjermania e ka rritur eksportin në Kirgistan për 4000%. Tani kjo është një nonsens i vërtet, çka ndodhi, apo ka një bum ekonomik në Kirgistan. Po në fakt e gjitha kjo është një mashtrim, për shkak se mallrat shkojnë drejt për drejt në Rusi, mirë po ato e bëjnë në letër, fjala se e dërgojnë në Kirgistan, dhe mandej fjala se prej Kirgistani mallrat hynë në Rusi. Mirë po ne e dim që çka e ndjekim në terren situatën që prej Turqie kamionët shkojnë me mallra në Gjeorgji, prej Gjeorgji hynë në Rusi, pra Gjermania nuk e ka ndërprer tregtin me Rusin, sidomos për pjesët e veturave dhe për pjesët e makinerive të ndryshme. Dhe për sado që të thuajnë ata që ne kemi sanksione ekonomike, nuk duhet të merren seriozisht. Tani kush është më i dështuar në këtë situatë? Ne e dim që Unioni Evropian, sidomos Gjermania dhe shtetet të tjera, kanë një recesion ekonomik, përderisa Rusia ka ngritje ekonomike të paktën 4 deri 5%, dhe kjo dëshmon se kush është dëmtuar nga këto sanksione. Ne e dim që
Gjermania njëherë u dëmtua ekonomia e tyre për shkak të pandemisë, u mbyllën të gjithë shërbimet dhe fabrikat, mandej filloi lufta në Ukrainë, u dëmtua nga lufta për shkak se morën të paktën 1 milion refugjat, të cilëve ju dhan kushte të mira, dhe më dramatike për gjermanët ishte shpërthimi i gasjellësit Nord Stream, ku emishin gazin të lirë prej Ukraine, ashtu që si pasojë e këtyre fakteve që i përmenda, Gjermania sot është një krizë ekonomike, po jo vetëm krizë ekonomike, edhe krizë politike, për shkak se kemi të gjatën ekstreme, si e quajnë ato Alternative für Deutschland, është partia numër 1 sot më e fuqishme në Gjermani, mbas anketave ndonjëherë dele para, ndonjëherë e dyta, po kanë ndryshuar e gjithë politika e Gjermanisë si pasojë e kësaj lufte. Unë e shoh që ke shumë qejf të flasësh për Gjermaninë dhe kjo në fakt tregon që Gjermania është duke u rikthyer. Pra, është një fakt ky ndryshimi i politikës dhe rritja e buxhetit ushtarak dhe asaj se çfarë ndodh në politikën e Gjermanisë, po unë dua të qëndroj edhe pak në Amerikë dhe pastaj do shkojmë në Gjermani. Ti pak më parë the që tregtia me Rusinë nuk është ndërprer as ka vendet e Evropës, bëhet në mënyrë të tërthort prej vendeve të treta. Është një personazh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e kemi pas edhe këtu në Ballkan, i cili e besonte që tregtia mund të sjellë paqen mes vendeve, pra shkëmbimet dhe marrëdhëniet transaksionet tregtare, dhe është pikërisht Richard Grenell, i cili është përfolur ditët e fundit edhe në Kosovë, por edhe në lidhje me Departamentin Amerikan të Shtetit atje ku tashmë ai thuhet se përbën një rrezik për sigurinë kombëtare me veprimet e fundit në lidhje me Venezuelën. Çfarë është e gjithë kjo histori me këtë personazh që duket sikur është zgjuar nga gjumi tani po në vendin e gabuar ama? Tani përsëri lidhem me Gjermaninë për shkak se me të ardhur presidenti Trump në pushtet, Grenellin e emëroi ambasador të Gjermanisë. Tani çka do që ndodh në Gjermani, unë i ndjeki për shkak se një pjesë të doktoraturës e kam në Humboldt University në Berlin.